Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi sot data 26 të Rabiul Awwal, vitin 1447. Po ju pyes, a i dini emrat dhe renditin e tyre të muajve sipas kalendarit islamik? Apo jo? Muaji Rabiul Awwal është muaji i tretë. Muaji i parë është muaji Muharram. Muaji i dytë është muaji Safar. Muaji i tretë është muaji Rabiul Awwal. Muaji i katërt është Rabiul Thani. Muaji i pesë është Jamadul Ula. Muaji i gjashtë është Jamadul Ukhra. Muaji i shtatë është muaji Rajab. Muaji i tetë është muaji Sha'ban. Muaji i nëntë është muaji Ramadan. Muaji i 10 është muaji Shawwal. Muaji i 11 është Dhul Qa'da. Muaji i 12 është Dhul Hijja. Po këto janë 12 muaj edhe emrat e tyre sipas kalendarit islamik. Është mirë t'i përsëritni, është mirë t'i shkruani, është mirë t'i insistoni që fëmijët e tanë t'i dinë emrat dhe renditjen e muajve sipas kalendarit islamik. Sepse adhurimet tona lidhen me kalendarin islamik. Andaj muaji Ramadan, si muaj madhështor, pastaj agjërimi Muharremit, agjërimi Shawalit, agjërimi i ditës së 10 të muajit Dhul Hijja, pastaj haxhi i bëhet në Dhul Hijja, e kështu me radhë. Andaj është me rëndësi për secilin besimtar që t'u din emrat dhe renditjen për të krenuar me kalendarin islamik dhe për të kujtuar ndodhit e mëdha që kanë ndodhur në këtij kalendarit islamik. Kështu që jepni rëndësinë e duhur edhe këtij fakti, këtij elementi që kështu bashkë të edukohemi në mësimin e mësimeve të Islamit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.